Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësitë për të bërë pyetje. Siç mund të jeni në djeni, deklaratat përmbyllëse në gjykimin e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit përfunduan me 18 shkurt. Pas mbylljes së paraqitjes së provave, trupi gjykues ka deri në 19 ditë për të shqyrtuar me kujdes provat dhe argumentet e paraqitura dhe për të dalë në një vendim. Afati prej 90 ditësh mund të zgjatet nëse gjykatësve nevojitet më shumë kohë për kuvendimet e tyre. Gjatë kuvendimeve konfidenciale, gjykatësit shqyrtojnë me kujdes se cilën provë në kuadër të tërësisë së provave të pranuara prej tyre gjatë gjykimit. Në rastet kur gjykimi përfshin disa të akuzuar, konstatimet bën për secilin të akuzuar me vete. Gjykatësit duhet t'i ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në mënyrë të drejtë, e pamshme dhe të pavarur. Verdikt fajësie mund të jepet vetëm nëse shumica e trupit gjykues bindet se akuza është provuar përtej dyshimit të bazuar. Të gjithë akuzuarit prezumohen të pafajshëm përveç nëse fajësia e tyre vërtetohet përtej dyshimit të bazuar. Pasi të përfundojë kuvendimet, trupi gjykues do të bëjë të ditur datën e shqiptimit të verdiktit. Në çështjen gjyqësore lidhur me pretendime për ndikim të paditshëm ndaj dëshmitarëve që përfshin Hashim Thaqin, Bashkim Smakajn, Isnik Ilajn, Fadil Fazliun dhe Haredin Kuqin, me 19 mars gjykatësi i vetëm i ngarkuar me gjykimin e çështjes dha arsyetimin për një urdhër gojor të mëhershëm me të cilin njeri kontaktet me zotëriut Kilaj, zotëriut Fazliu, zotëriut Smakaj dhe zotëriut Kuqi gjatë kohës që janë të pranishëm në mjediset e DSK-s për të marrë pjesë në seancë gjyqësore. Sipas kushteve të lirimit të tyre me kusht të pandehurit në këtë çështje gjyqësore nuk lejohen të komunikojnë me njëri tjetrin për shkak të rrezikut se mund të ndikojnë në mënyrë të palejueshme tek dëshmitarët e mundshëm të mbrojtjes. Sidoqoftë, gjykatësi i vetëm konstatoi se gjatë kohës që gjenden në mjediset e DSK-s ata kanë arsye legjitime dhe bindëse për të diskutuar gjykimin me njëri tjetrin dhe realisht nuk mund të pritet që të mos komunikojnë. Ky përjashtim vlen edhe për periudhat kur të akuzuarit marrin pjesë me anë të videolidhjes. Në bazë të parashtresave publike, ende nuk dihet nëse ekipet e mbrojtjes kanë dorëzuar mocione për gëzimin e akuzave në këtë çështje gjyqësore. Në varësi të vendimit mbi këto mocione, pritet që konferenca përgatitore për mbrojtje të mbahet në 1 prill.